Pas vizitave të tij në Kosovë dhe Serbi, ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në këto bisedime Robert Cooper ka hedhur dritë mbi diskutimet që janë zhvilluar me përfaqësuesit e këtyre dy shteteve. Cooper tha se temë qendrore ka qenë shënimi i pasemrit të Kosovës, që sipas tij është negociuar për të qenë opsional. Zyrtari i lartë i BE-s tha se ylli mund të shkruhet për krah emrit të Kosovës, por kërkesa e Beogradit për të vënë dhe shpjegimin se çfarë përfaqëson ai është e panevojshme. Qëllimi i fusnotës është që të bëhet e qartë se nuk ka parajgjykim për statusin. Kjo do të thotë se kur palët të ulen në tryezë me përfaqësuesit kosovar, ato jo domosdoshmërisht e njohin këtë shtet, ka thënë Cooper. Ndërmjetësuesi i BE-s sqaron se pakti i arritur në Bruksel për shënimin nënkupton që Kosova është në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, si dhe evidenton mendimin këshillëdhënës të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë mediat në Kosovë shkruajnë se bisedimet në Bruksel do të vijojnë pas formimit të qeverisë serbe. Ato citojnë presidentin Nikolić të ketë thënë se tashmë palët do të vijojnë bisedimet në nivel më të lartë përfaqësimi, që mund të jenë kryeministra ose president. Ndërkohë pala kosovare ka njoftuar paraprakisht se pa u zbatuar marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel, nuk do të ketë raund të ri bisedimesh.